Dje me shumicën e grupit kena bërë rikuperim, me që ato vishin direkt për ndeshje. Sot edhe nesër do tentojmë të përgatitemi taktikisht ma shumë, me që shumë pak janë mundësit tona me bo përgatitje në drejtime tjera kur jemi në grumbullim. Është një grumbullim përgatitje para kualifikuseve që i kena muajin e ardhshëm në fund të nëntorit. Kena 2 mitësore në Maltëzi, me datë 22 dhe 24. I kena të grumbulluara 20 futboliste, shumica prej tyre janë vajza që kanë qenë, edhe grumbullimin e kalum, po kemi edhe disa vajza të reja dhe në mosh, shumë të reja se këto që janë, po shpresojna që janë potenciale dhe po shpresojna që kanë mi shërby shumë kombëtareve zinxhir edhe në vitet e ardhshme. Një grup shumë i mirë, që janë vajza që vinë gjysma besoj nga jashtë edhe gjysma nga Kosova, edhe kisha desh një falenderim me ba për prind që janë nga jashtë, për frymën e mirë edhe për dashurin që ata ju mbjellin vajzave tyne ose fëmijëve tyne për Kosovën, që kur vinë ata me përfaqësu sa ma mirë shtetin e tyne. Atmosfera është shumë e mirë se krejt qikat po përgatitëm për me hitën në kualifikime, edhe tonin atu shtru bashk edhe po gëzohëm. Edhe servitja sot ka me qenë shumë e mirë se e di që sicila ka me jap maksimumin për tani mu kualifikue. Po kam shumë besim që qëtu 2 mitësore që kena me mujt me lu shumë mirë bashk, e tani mu përgatit për kualifikime, se kam shumë besim që me qikat kena me lu mirë e me fitue. Shumë mirë, diçka që se kom përjetu kurrë dhe po m'pëlqen ma shumë se që e kom menu. Kur e kom marrë ftesën për kombëtarës, më konë shumë e gëzushme, më konë diçka që se kom prit heq, edhe punina shumë e lumtur. Tu i pa qika që po lushin shumë mirë dhe me zemër, besoj që keme fitu.